لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në një kohë të hershme, në një ndodhi jo të zakonshme, tek një pejgamber i dashur i Allahu xhalla xhelalu dhe i dalluar, ka ndodhur një ngjarje shumë e veçantë dhe shumë madhështore që ndërlidhet me këto data të kalendarit hënor që jemi në këto ditë. Dita e 10 e muajit Muharram, që tek njihet si dita e Ashurës, është një ditë e veçantë për besimtarët jo vetëm të këtij ummeti, mirë po edhe të besimtarëve që kanë qenë më herët, duke filluar prej pejgamberit Musait alayhis salam. Kjo ngjarje e veçantë i ka ndodhur Musait alayhis salam me besimtarët e tij, që në këtë ditë, në ditën e 10 të muajit Muharram, Allahu xhalla xhelalu e ka shpëtuar Musa'in alayhis salam me besimtarët e tij dhe ka bë që ta kalon detin, ndërsa e ka mposht faraonin me ushtrinë dhe parinë e tij dhe i ka fundos ata në det. Kjo ditë llogaritet njëra prej ditëve të Allahu xhalla xhelalu, është llogarit tek Benu Israil. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allahu thot, ne e kemi dërguar Musa'in me ajetet dhe me argumentet tona tek populli i tij, që t'i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, dhe t'ja u kujtoj atyre ditët e Zotit. Njëna prej ditëve që kanë thënë komentuesit e Kur'anit është edhe kjo ditë kur Allahu xhalla xhelalu e ka shpëtuar Musa'in alayhis salam nga faraoni dhe e ka përmbyt faraonin me ushtrinë e tij dhe e ka fundosur në det në këtë ditë. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, që ka bë hijrëtin, shpërnguljen prej Mekës në Medinë, në Medinë ka gjetë disa komunitete, disa fise të ndryshëm, popuj të ndryshëm,
Njëna prej komuniteteve që ka jetuar në Medinë ka qenë edhe komuniteti hebreu. I ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këta po e dallojnë një ditë, po festojnë një ditë veçantë nga ditët e tjera po e dallojnë. Ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë çka është kjo ditë që ju po dalloni e po veçoni nga ditët e tjera të juve të vitit? Ka thonë kjo ditë, kanë thonë kjo ditë është një ditë feste për neve. Sepse Allahu Gjelle Gjelalu e ka shpëtu Musajin a.s. në këtë ditë dhe e ka përmbyt edhe e ka fundos faraonin dhe ushtrinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, ju thot na kemi më shumë drejt për Musajin se sa ju. Më shumë është i joni Musaj se sa juvi, se ju e keni shtramuar mësimet e tij. I keni devijuar mësimet e tij. E keni lënë besimin që e ka pas Musaj. Andaj na jemi pasus të Musaj në realitet. E na kemi ma shumë hak në çështjen e Musajit se sa ju. Ma shumë kemi drejt na me festu këtë ditë se sa ju. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhnon që edhe porosit që dita e 10, ky moment i shpëtimit të Musajit nga faraoni dhe përmbytja e faraonit në det, të bëhet ditë e agjërimit për besimtarët. Të bëhet ditë e agjërimit për besimtarët, vetëm se t'ia shtojnë një ditë përpara apo një ditë mbrapa kësaj dite që ta bëjnë dallimin mes komunitetit që ata e festonin edhe e dallonin këtë ditë. Kjo ngjarje të nderuar vëllezër, nuk është vetëm një ngjarje historike. Dhe nuk është vetëm një ngjarje e përkujtimit. Kjo ngjarje në vete përmban mësime të mëdha dhe udhëzime të fuqishme për besimtarin, për jetën e tij, për ballafaqimin e besimtarit në jetën e tij. Kjo ngjarje, ajo që ka më së shumti të vrehet në këtë është ligji i Allahu Gjelle Gjelaluhu, që prej ati momenti kër e ka kriju e këtë gjësi, e deri sa të ekzistoj kjo gjësi, beteja dhe konflikti mes të vërtetës dhe të pavërtetës ka me ekzistue. Lufta mes të kotës dhe të vërtetës ka ekzistue prej momentit kër e ka kriju Allahu njeriun në këtë tokë, e do të ekzistoj deri në përfundimin e kësaj toke, deri në njeriun e fundit të kësaj toke. Dhe e vërteta ka me triumfue gjithmonë, edhe pse ndoshta ajo vjen ngadal, edhe pse ndoshta ndonjëherë vonohet, edhe pse ndoshta ndonjëherë humb shpresën besimtarit, për shkak të sfidave që i ka në jetë. Mirë po, ajo një ditë ka me ngallënyje. E kota, edhe pse shpejt vjen ajo, edhe pse shfaqet shpejt, edhe pse krijohen mekanizma për ta mbrojtur të kotën, Allahu Gjelle Gjelalu e mposht atë. Wa kull jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Allahu ka thonë dhe erdhë e vërteta e mposht e kota. Erdhi e vërteta dhe mposht e kota. Andaj kjo ngjarje, kur Allahu Gjelle Gjelaluhu, pas një jete që e bani Musahi a.s. gjatë të i thirë njerëzit në besim, ballafaqimin me faraonin, me kriminelin e historisë së njerëzimit, që nuk njeh bota kriminal edhe armik më të madh njerëzimit se sa faraoni. Këtë jetë që e ka bo Musahi a.s. Vjen një moment që Allahu Gjelle Gjelalu don të rahatoj Musahin a.s. dhe besimtarët e tij, ti rahatoj nga krimi i faraonit
dhe nga armiqësia e tij dhe nga urrejtja e tij, nga padrejtësia dhe zullumi i tij. Dhe ndodh ai moment që Allahu xhelle xhelaluhu kur ndeshet Musa alayhis salam tu ik prej faraonit me besimtarët e tij, ndeshet para detit dhe mbrapa ushtria e faraonit duke ndjek, Allahu xhelle xhelaluhu e porosit Musa alayhis salam, i thot: biri detit me shkop dhe hapet, bëhet deti, ndahet në dysh dhe hapet në rrugë dhe kalon Musa alayhis salam. E mendon faraoni, i cili e kishte quajt vetën Zot, se këto vija dhe këto ndarje të detit dhe këto rrugë do të qëndrojnë edhe për to, futet në det edhe aty e gjen përmbytjen e tij. Në këto momente ai thot: besova në atë që ka besu Musa edhe Benu Israil dhe besimtarët e Musait. Mirë po Allahu xhelle xhelalu ja kthen al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Ata shtytron men me besue, sa argumentet i ka sjell Musaja, sa mrekullit i ke pa ndurët e Musait edhe s'ke besue, tash po vjen men. Edhe mbyllet ky kapitull i zullumit edhe i armiqësisë edhe i padrejtësisë së faraonit, shfuton Musa alayhis salam me besimtarët e tij. I pari mësim të ndëruar vëllezër që e nxjerrim nga kjo ngjarje është se Allahu xhelle xhelalu gjithmonë kërkon nga besimtari që t'i marrë sebepet dhe shkaqet për me bëhe një veprim edhe një punë. Nuk duhet me pas mbështetjen vetëm me thonë unë mbështetem te Zoti edhe ai i nreq punë, edhe ai më furnizon edhe gjitha i ka në dorën, gjithë jeta është në dorën e tina, e unë s'kam shka bëj. Jo. Allahu xhelle xhelalu shka i tha Musait alayhis salam: anidrib bi'asaka al-bahr, tha merr shkopin edhe mshoj detin. Ky është sebebi që ka marrë Musa alayhis salam. Allahu do të kishte ka pas mundësi me ça detin hiç pa i ra shkop me shkop Musai. Po më ju kallëzua njerëzve që duhet besimtari me i marrë sebepet dhe shkaqet por me punue e pasaj rezultatin dhe suksesin me jalon në dorë Allahu xhelle xhelaluhu. E dyta të ndëruar vëllezër, natyrshmëria mes e betejës mes të vërtetës dhe të kotës. Zakonisht njerëzimi kur ka një konflikt mes të mirës dhe të keqës, ose ka ndonjë një konflikt mes veti, zakonisht njerëzit do të thotë mbështeten në fuqinë e tyre. Edhe zakonisht ai që do me të sulmue, do me i pahe ato antë e dopta të armikut. Do me i pahe ato zbrasira që i ka pjesa tjetër edhe me sulmue si rezultat tani është i paaf për më mbrojt. Allahu xhelle xhelalu të ndëruar vëllezër, kur don me mposht të kotën, edhe me ngrit të vërtetën, edhe me ndihmue të drejtën, Allahu xhelle xhelalu e ndërhyn me fuqinë e tij, e jo për shkak që armiku është më i dobët, jo për shkak që ai është më i ligsh, jo për shkak që nuk ka kapacitete. Bashkë që ato momente kur ai mendon se është më i fuqishmi, edhe kur zullumi e mrin kulmin, Allahu xhelle xhelalu në ato momente që mendon se është i fuqishëm ndërhyn edhe e mposht atë. Faraoni në këtë rast, kur e ka ndjek Musain alayhis salam, nuk ka qenë shumë i fuqishëm, edhe politikisht, edhe nga aspekti i strategjisë. Tu e ndjek Musain, për para do thotë ka ballafaçu me detin, ka thonë nuk ka t'jamon kë. Edhe nga fuqia ushtarake, kur nuk ka qenë ma i fuqishëm se sa atë ditë. Mirë po, Allahu xhelle xhelaluhu e fundosi mbrenda një dite faraonin dhe ushtrinë e tij. Ku mbet fuqia e tij? Ku mbet politika e tij? Ku mbet strategjia e tij? Ku mbet ushtria e tij? Këtu fundosën. Sepse ndërhyri fuqia Allahu xhelle xhelalu. Por më ju tregua njerëzve se nuk duhet besimtari gjithmonë më mbështet vetëm në atë anën e fuqisë së tij, në atë anën e përgatitjes së tij, këto janë të nevojshme,
në atanën do thotë ushtrisë së tij, këto gjitha janë nevojshme, mirë, po mbi gjitha do të pas mbështetjen tek Allahu xhalla xhelaluhu. E dyta, Allahu xhalla xhelaluhu e ndihmoi Musa'in alayhis salam në momentet më delikate. Momentet kur besimtarët gjithë e humbën shpresën, besimtarët e Musa'it. Gjithë thanë inna lamudrakun, na zoni faraoni. Ai na mbyt dhe na masakron tash. I vetmi ishte Musa'i alayhis salam, i cili me bindje të thellë në Allahun xhalla xhelalu tha kella, kurse si. Ka hemur këtë fuqi Musa'i alayhis salam të ndërron vëllezër. Por para ishte deti, mbrapa ushtria e faraonit. Ka hemur këtë fuqi Musa'i me thonë kurse si, s'ka me ndodh kjo. Ishte fuqia e besimit të Musa'it alayhis salam në Allahun xhalla xhelalu. Mbështetja e plot në Allahun xhalla xhelalu. Tha kella inna ma'i rabbi sayahdin. Kurse si, Allahu është me mua dhe ai ka më kallëzue çka më bën. Ai ka më tregue ç'është më dal nga kjo situatë delikate, shumë e rëndë. Por derisa gjithë besimtarët që ishin me Musa'in alayhis salam u dorëzuan dhe tha s'kem ka jamaj. Allahu xhalla xhelaluhu kur tha Musa'i al-kella kurse si, Allah tha biri shkopit, biri detit me shkop, edhe u nda deti, edhe shpëtoi Musa'i alayhis salam u përmbys faraonit. Pastaj të nderuar vëllezër, mësimi tjetër që e marrni me ndjemallësia e atyre që sundojnë tek njerëzimi nga lloji i faraonave. Një sundimtar zullimçar për me sundue një vend, një popull, ai fari do të më nënshtrua atë popull. Fari do të më i kallëzu me llogarit edhe me i bind popullin e vet se ai është i pamposhtur. Ai bile ja jep do cilësia e Zotit ja jep betës ndoshta. Çu ja ka dhënë faraoni, fa qala ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti juve, ka thonë. Ju ka thonë benu Israelve, popullit vet ju ka thonë. E çdo sundimtar zullumçar duhet ta ngrit veten në këtë nivel për me sundu njerëzit me zullumin e tij. Edhe e dyta, me shtyp njerëzit për me sundu ma lehtë. Me skllavrua njerëzit për me sundu ma lehtë. Këto janë dy pika, dy gjana të cilat i përdor çdo zullumçar. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu vjen një moment që me ndjemallësinë e atij zullumçari, padrejtsinë e tij, sklavrinë e tij, ti shtyp të gjitha këto me një ditë të përfundojnë, edhe mos të ketë mua as fuqi ushtarake, as fuqi politike, as fuqi do të strategjike, gjitha të përfundojnë për një moment. Dhe tjetra të ndërruar vëllezër që na jep nga ky mësim është se duhet ta drejtojnë vetën besimtarin nga cili tabor është. A është nga e vërteta dhe po e ndjek të vërtetën dhe po e mbron të vërtetën, apo do thot shkon me të kotën, me të pavërtetën dhe përpiqet që ta mbron atë. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu ka premtue wa man nasru illa min indillah, dhe ndihma dhe fitoria është vetëm prej Allahu xhalla xhelaluhu, e Allahu gjithmonë e ndihmon të vërtetën dhe e përkrah të vërtetën dhe e mposht të pavërtetën dhe të kotën. Këto janë disa mësime në pika të shkurtra nga kjo ngjarje madhështore që ka ndodhur në kohën e Musa'it alayhis salam me besimtarët e tij, dhe në anën tjetër faraoni me ushtrinë e tij, që Allahu xhalla xhelaluhu e shpëtoi Musa'in dhe e përmbysi në det faraonin. Kjo ngjarje duhet të mbetet si ngjarje historike, mirë po të marrim mësimet dhe udhëzimet nga kjo ngjarje në jetën tonë, me plot sfida, me plot brenga, me plot telashe, në jetën tonë kur ndoshta besimtari edhe humb shpresën ndonjëherë, sikur që ka ndodhur me pejgambert e Allahut xhalla xhelaluhu. Mirë po Allahu ka thënë ela inna nasrallahi qarib, ndihma e Allahut është afër, ndihma e Allahut është me besimtarin, është me atë që është në të vërtetën, është me atë që e përkrah dhe e mbështet të vërtetën, ndërsa humbja është për të padrejtit, edhe nësa ajo zgjat një kohë
mirë po fitoria është në atë që Allahu e ka garantuar, ndërsa humbja është në atë që Allahu e ka cilësuar si humbje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.